Shërbimi i urgjencës është porta e parë e pritjes së rasteve të shtuara në këto ditë rritjes së menjëhershme të temperaturave në shifra që i kalojnë 30 gradë Celsius. Shefi i këtij shërbimi, Spiro Talo, thotë se ka një shtim me 20 raste në ditë të pacientëve të dëmtuar nga vapa, nga 50 që ka qenë ngarkesa e këtij shërbimi më herët. Fluksi këto ditë është shtuar. Kemi rritje nga një mesatare 50 vizitash në ditë që kemi pasur, ka një rritje mesatare për rreth 20 vizitash më shumë në ditë, pra jemi diku te një mesatare 70 dhe vjen në rritje. Gjithashtu kemi rritje të fluksit të qytetarëve të huaj që paraqiten në urgjencën tonë. Sëmundshmëria është e ndryshme. Kemi si të rasteve traumatike të cilat janë shtuar në këtë periudhë, ashtu dhe të virozave. Mjeku Talo veçon se në tërësinë e rasteve që paraqiten janë ato të traumave të shkaktuara qytetarëve apo vetë nga ata që qarkullojnë me patina në shëtitore apo në rrugët e qytetit. Kemi shumë aksidente nga monopatinat, shumë të rrëzuar. Mendoj se këto janë bërë një problem për kohët e sotshme, duke qenë se pjesa më e madhe e aksidenteve që vijnë tek ne janë kryesisht monopatinave. Për momentin nga plazhet kemi shumë pak raste të traumave nga plazhet. Një sezon veror me shumë fishim të popullsisë për shkak të fluksit të pushuesve dhe vizitorëve, shoqërohet edhe me nevojën për të fuqizuar shërbimet shëndetësore verore. Përveç hyrjes në funksion të qendrave shëndetësore verore si në Ksamil dhe në Borsh, shefi i urgjencës së Sarandës thotë se janë në pritje për të shtuar staf infermieror edhe në spitalin Petronako të këtij qyteti. Urgjenca është portë e parë dhe si gjithmonë rritet në vigjilenca dhe masat e marra për të përballuar fluksin e sezonit. Aktualisht ne po presim, kemi folur me drejtorinë për miratim për shtesë infermierësh për të përballuar fluksin në rritje. Gjithashtu për momentin dhe në qendrat verore do vendosen autoambulancat si në Ksamil edhe në Borsh. Ndërkohë aty kanë filluar dhe mjekët veror. Aktualisht si në Ksamil, që janë 3 muaj sezonal në vendet përkatëse për të përballuar fluksin në rritje. Bluzat e bardha të shërbimit të urgjencës në Sarandë janë të mirë organizuar për të përballuar jo vetëm virozat sinore, por edhe gjendjen pranë pushuesve e vizitorëve me shërbim të shpejtë dhe të kualifikuar.